Shanset e Armando Brojas për të qenë përsëri pjesë e Chelsea-t janë 0. Nëse ndokush kishte dyshime për këtë, mjafton të shohësh faktin se në klubin blu as që kujtohen më për sulmuesin kuqezi dhe nuk I kushtojnë as pak vëmendje. Gjatë dritares së ndeshjeve ndërkombëtare, londinezët kanë shkruar vazhdimisht artikuj për futbollistë të cilët u janë bashkuar përfaqësuesve të tyre, duke detajuar kontributin në fushë, minutat e luajtura apo edhe qoftë qëndrimi në pankinë. I vetmi që mungonte në këto shkrime ishte pikërisht Armando Broja, ndonse ai ka luajtur titullar në të dyja ndeshjet e kuqezimve në muajin qershor, një harresë që nuk është rastësore, pasi në klubin e Chelsea-t I kanë bërë të qartë futbollistit se nuk e shohin pjesë të planeve të tyre dhe gjatë verës ai do të gjejë një ekip tjetër për të vazhduar karrierën, në huazim apo mundësisht përfundimisht larg bluve.